Si mendim? Është jashtë realitetit në këtë aspekt, pra po mendon me mend e Ursula von der Leyen dhe jo me mend e veta si general, sepse po të mendonte me mend e veta si general, është shumë e thjeshtë dhe do thoshte sot aktualisht nuk ka asnjë kapacitet Bashkimi Evropian që të bëjë luftë me Rusinë. Në asnjë lloj aspekti, për arsye se nuk ka asnjë lloj mundësie armatose dhe asgjë. Të gjitha armët që ka blerë deri më sot, municionet dhe çdo gjë tjetër që nga aviacioni, raketet, ka blerë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe nesër sërish do t'i blejë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për arsye se industria ushtarake evropiane nuk është zhvilluar fare në këto 4-5 vitet e fundit. Nuk ka asnjë zhvillim të saj. Ajo vërtet ka rritur shpenzimet e saj ushtarake, por i ka blerë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo të prodhuar atë. Më shumë, ka më shumë. 68% ka nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, 28% ka nga Korea e Jugut. Pra, edhe Korea e Jugut është subsidiari i Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra nuk është se Dritan, bëj diçka se për të qenë korrekt. Është gazetari rus Vladimir Solovjev që e ka bërë këtë deklaratë. Dakor, atëherë ju kush do të qoftë atëherë? Çfarë presim ne thot që na sulmoj Europa? Atëherë, edhe kjo është një retorik luftënxitëse njësoj si e Ursula von der Leyen. Për të qenë korrekt, nuk mungojnë këto retorika luftënxitëse edhe në Rusi, kanë vazhduar prej ditës parë që kanë nisur lufta para 3 viteve. Ke jo vetëm gazetar, po ke politikan të lartë, ke Medvedevin i cili thotë neve duhet ta kishim sulmuar Evropën. Pra, këto retorika nuk mungojnë dhe kjo nuk më çudit. Jo, por më çudit që këto retorika kanë qenë jashtë realitetit dhe janë jashtë realitetit. Duhet të kemi një parasysh. Evropa nuk është kërcënim për Rusinë aktualisht sot, nuk ka asnjë kapacitet, dhe as Rusia nuk është kërcënim për Evropën sot, pasi nuk ka asnjë kapacitet ushtarak të sulmojë Evropën. Po nëse shkojmë në një garë armatimesh për 3-4 vjet sot atëherë. Po pra, edhe këtu do hym. Dhe prandaj them që është jashtë realitetit dhe jashtë logjikës normale. Sot le ta marrim shumë të thjeshtë, po të marr vetëm çështjen e prellave të artillerisë. Sot gjithë jo Evropa, por gjithë 50 janë 50 vende perëndimore, të cilat ndihmojnë Ukrainën. Pra, përfshi 33 vendet e NATO-s, edhe janë edhe 17 vende të tjera. Janë 50 vendet perëndimore që dhe kapaciteti i prodhimit të prellave të artillerisë është 800.000 prella në vit. Ndërkohë që sot Rusia prodhon 4.200.000 prella në vit. Pa marrë këtu prellat që ja jep Korea e Veriut. Pra pa futur ato. Vetëm Rusia. Çfarë prodhon vetëm Rusia. Pra që të arrijë në nivelin e Rusisë, sot Bashkimit Evropian i duhet e pakta një 10 vjeçar. Pra nuk bëhet llafër, i duhet 10 vjet që të arrijmë në nivelin e barabartë dhe kur ti arrin një nivel të barabartë me tjetrin, atëherë ti mund thua që unë po hyn në një garë armatimi. Për sa kohë ti nuk procon asnjë nivel të barazisë, atëherë ti nuk je në një garë armatimi. Pra nuk ka kapacitet. Dhe ndërkohë që Evropa e ka shpallur këtë riarmatosje, Rusia po vazhdon të riarmatoset, pra nuk e ka ndalur. Pra këtu është problemi, se sado që të angazhohet Evropa, Rusia do të vazhdojë riarmatosjen dhe gjithnjë do të jetë më përpara se sa Evropa. Pra në çfarëdo lloj aspekti, ndash pas 5 viteve, ndash pas 10 viteve, ndash pas 15 viteve, në rast se shkohet me këtë ritëm që jemi. Po këtë po them, pra. Aktualisht ky ritëm që jemi, Evropa nuk e kap dot Rusinë në çështje të armatimit, as në çështje të armatimit, as në çështje të municionit dhe as në çështje të teknologjisë ushtarake. Rusia ka modernizuar komplet teknologjinë ushtarake në këto 15 vitet e fundit dhe Evropa, edhe pse e shifte këtë, e ka nënvlerësuar dhe nënvlerësimi aktualisht shiku e solli tashmë. Në një drejtë që është shumë më poshtë se gjitha palët. Dhe Rusia nuk e ka fshehur riarmatosjen e saj, nuk e ka fshehur as modernizimin e saj. Prej vitit 2009, Putini për çdo vit ka dalë para parlamentit rus, ka mbajtur një fjalim i cili ka qenë publik për të gjithë, që edhe evropianët e kanë dhe mund të gjendet. Unë kam gjetur disa në faqet zyrtare të parlamentit rus, edhe të përkthyera në anglisht, modernizimin që vit për vit ushtria ruse i ka bërë forcave të saj të armatosura, armatimit të saj, municionet të gjitha niveleve, që nga i konvencional deri tek ai bërthamor. Dhe më së fundi kemi edhe raketën Oreshnik. Pra ky është modernizim. Kurse Evropa e ka konsideruar zero gjatë gjithë kësaj kohe. Pra e ka nënvlerësuar armikun, ka bërë gabimin e parë, i cili të çon në humbje të pashmangshme është ta nënvlerësosh armikun. Në momentin që ti e nënvlerëson, pra e konsideron si armik dhe nënvlerëson atë, atëherë ti je i humbur në çfarë do lloj betejë me të. Dhe aktualisht këtë po bën edhe sot Evropa. Vazhdon sot ne riarmatosemi dhe do ta mundim Rusinë. Po ti sërish po e nënvlerëson atë edhe duke parë që këto 3 vite ai ka bërë një modernizim. Rusia e para 3 viteve nuk është Rusia e pas 3 viteve. Para 3 viteve Rusia ishte e dobët, nuk është kjo që është sot. Në këto 3 vite ka marrë një zhvillim shumë të madh dhe një përgatitje të madhe ushtarake. Është
E para kam thënë edhe një herë dhe po përsëris, vetëm 2 vende kanë sot kapacitetet për një luftë dhe janë të përgatitura për luftë. Vetëm 2 vende kanë. Është Rusia dhe Ukraina. Asnjë vend tjetër i botës nuk është në nivelin ushtarak të këtyre 2 forcave ushtarake. Të gjithë të tjerët qëndrojnë shumë poshtë dhe Evropa nuk mund dhe nuk ka asnjë kapacitet të hyrë në një luftë me këtë vend. Është e pamundur nga ana ushtarake, pra i duhet shumë vite, të paktën 10-15 vite që të rrisi kapacitetet e saj materiale dhe të ndryshojë doktrinat e saj. S'ka asnjë ndryshim doktrine. Profesor, veç pak një ndryshim e vogël. Du të bëjmë dallimin mes konceptit të luftës mundëse dhe konceptit të vetëmbrojtjes, respektivisht ndalimit të Rusisë për të qenë faktor ekspansionues në dëm të Evropës. Tashmë është shumë e qartë, Evropa në spaku e ka të qartë se Rusia nuk mund të ndalet vetëm përmes gjuhës së diplomacisë dhe veprimit në fushën e tregtisë, siç bënin gjermanët e kohës së Merkelit, handeln dur çka është ajo parola e tyre, veprim përmes tregtisë, handeln dur handeln. Pra, thjesht po kalohet në fazën e ndryshimit të konceptit strategjik mbrojtës. Dhe në këtë plan, sigurisht që investimet marramense që janë bërë këto 4 vjet e fundit, por sidomos këto të paralajmëruara tashmë edhe nga koalicioni qeverisë që po përgatitet në Gjermani, flasin se kemi të bëjmë me një impenjim të fuqishëm në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë së Evropës për të ndaluar ekspansionin e Rusisë, jo për ta mundë Rusinë. Askush në perëndim nuk ka strategji për të marshuar drejt Moskës, siç pretendon Putini duke interpretuar deklaratën e Macronit dhe duke krahasuar Macronin, duke ja kujtuar Macronit. Po as nga Rusia nuk ka një deklaratë që Rusia do ta pushtojë Evropën. Pra s'ka pasur në herë në gjë të tillë. Jo, vetëm se ka deklarata të tilla që flasin se ata do të vazhdojnë ekspansionin në emër të ruajtjes së pakicave ruse në vende të ndryshme, siç është rasti për shembull në Moldavi, siç është përpjekja për ta shndruar Ukrainën në një shtet gjugj, respektivisht të dështuar, sepse insistohet që mos të ketë trupat sigurisë atje si parakushti elementar për arritjen e paqes, mos të ketë pretendime për angazhim as në BE, se mos të flasim për në NATO, ndërkaq për vendet që ndjehen të rrezikuar, sidomos ish shtetet e satelitet Bashkimit Sovjetik, por edhe anëtarët të Bashkimit Sovjetik, siç janë Letonia, Lituania dhe Estonia atje, pra ka një dozë frike nga ky ekspansion. Dhe ky ekspansion rus mund të ndalet vetëm me riarmatim të fuqishëm të karakterit mbrojtës natyrisht. Këtu bëhet fjalë për armatim mbrojtës. Po jo, kjo doza që po thoni, doza e frikës, kjo vjen për shkak të provokimeve. Pra, duhet kemi gjë parasysh, në rast se ti provokon popullsinë etnike të atij tjetrit, automatikisht ai do ta mbrojë atë. Ajo është diçka normale. Këtë e përshkakton edhe Neni 51 i OKB-s. Pra, për sa kohë Letonia, Estonia dhe ai vendi tjetër, 3 vendet balltike, vazhdojnë u heqin të drejta të rusëve që tonë atje, pra ju kanë hequr të drejtën e gjuhës. Nesër u heqin të drejtë tjetër. Gjithçka automatikisht ai tjetri është detyruar të mbrojë popullsinë e vet. Pra në rast se Evropa do ndali, në rast se Evropa do respektojë demokracinë, atë të cilën pretendon se respekton, pra që është vend demokratik, por që ka kohë që ka kaluar në diktaturë, pa diktator, atëherë gjithçka do shkojë. Për sa kohë ti cënon të drejtat kombëtare të çdo kujt tjetër, automatikisht to drejta kombëtare në rast se nuk i mbron dot vet ai që është aty, do të ketë ndihmën e shtetit tam. E njëjta gjë. E njëjta logjikë që ndodhi edhe me Kosovën. Pra për sa kohë Serbia i hoqi të gjitha të drejtat kombëtare shqiptarëve në Kosovë dhe vendosi edhe ti përzinte, automatikisht Shqipëria dështoi të bënte krahasim që çalon. Jo, më nuk çalon as pak ky krahasim. Atë që dështoi Shqipëria ta bënte dhe nuk e bëri. Atë që dështoi Shqipëria ta bënte dhe nuk e bëri për mbrojtjen e interesave të popullit të saj në Kosovë dhe të vazhdoi ta bëjë edhe për popullin e për interesat e popullit të saj në Preshev, Medvegjë dhe Bujanovsk, ku po vazhdon të përzihen pa pastrimi etnik dhe nuk e thot asnjë fjalë. Rusia e bëri për njerëzit e vet, për popullin e vet.
pse qalon ky krahasim? Nuk kemi të bëjmë me popullsi autoktone ruse as në Estoni, as në Letoni, as në Finland. Kemi të bëjmë me kolon të vendosur gjatë epokave të ndryshme të pushtimit të këtyre zonave. Dhe po tash këtyre kolon këta duhet i përzëm. Ndërkaq çfarë do përpjekje për të tërheq paralele të kësaj natyre në emër të drejtës së intervenimit për të mbrojtur minoritetet, e sidomos krahasimi me shqiptarët qoftë në Preshev, me Doke, Bujanoce, në Sanxhak, i jep një të drejtë ekspansionit madje edhe Serbisë. Sepse ky është gabimi. Ku do ta bëjë Serbia këtë ekspansion? Ku i ka këta? Urdhro? Ku do ta bëjë Serbia këtë ekspansion? Serbia tërë shtetin e ka ndërtuar në kuadër të ekspansionit mbi tokat shqiptare. Po, gjitha kështu kanë funksionuar gjitha perandorit në atë kohë dhe mbretërit. Kjo nuk është çështje e madhe. Sot jemi në këtë realitet. Jemi në këtë realitet, por nuk duhet të japim karta Serbisë për të luajtur me të njëjtën kartë që po luan Rusia. Po edhe ne duhet lozim me të njëjtën kartë. Do të thënë neve duhet të mohojmë të drejtat e shqiptarëve që jetojnë atje për shkak se mund të përfitojë Serbia. Po çdo kush mund të përfitojë. Ne nuk nisem me gaspet, të heqim dorë nga gjithçka se mund ta shoh, se kjo i bie që mos dalim nga shtëpia se mund na shtypi makina. Po nuk është kjo logjik. Nuk flitet për heqje dorë, përkundrazi. Po dorë po heqim, më thoni një moment që e kemi mbrojtur. Më thoni një moment që shteti am ka mbrojtur interesat e shqiptarëve, qoftë në Kosovë, qoftë në Preshevë, Veç dhe Bujanovc. Një moment të vetëm që e ka bërë në këto 30 vite. E kisha për ta diskutuar këtë profesor, po e kam pastaj po një pyetje. Po diskutohet, presidenti Trump po diskuton tërheqjen e trupave amerikane nga Gjermania. Të paktën po qarkullon si zë, se nuk është se është marrë vendim, por ndërkohë kemi Elon Muskun që flet për NATO-n dhe për faktin që ne nuk kemi pse të paguajmë për të mbrojtur Europën. Si e shikon këtë raportin e Bashkimit Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani që është rikthyer presidenti Trump? Tashmë vetëm 16% por afërsisht e evropianëve besojnë në një aleancë transatlantike. 16? Vetëm 16% në anketat e zhvilluara këto ditët e fundit në Gjermani, në Francë dhe më pak madje etj. Kjo flet shumë për faktin se në ç'deregje të shprehje me atë çka e tha Dritani më herët, e ka sjellur rikthimi i Trumpit aleancën transatlantike. De facto atë që nuk ja kishte arritur ta bënte Miloševiqi përmes qëndresës pothuajse pazakont, pa imagjinueshme, 78 ditë kishte duruar bombardimin e trupave të tij nga ana e aleancës në vitin nga 24 marsi i vitit 1999 deri më 9 qershor të atij viti. Këtë tashmë Putini arriti përmes luftës në Ukrainë, llojçarjen më të thellë mes në raporte transatlantike të kultivuara më se 70 vjet, dhe tash të diskutohet edhe mundësia e tërheqjes së trupave amerikane nga sektorët veçantë të sigurisë në nivel evropian. Po, unë e publikova në faqen e institutit që drejtoj edhe informacionet kësaj natyre se bëhet fjalë për mundësinë e tërheqjes komplet të trupave amerikane dhe nga Gjermania dhe dislokimin e tyre në Hungari dhe investime kapitale në Hungari